ky degradim mendoj që e ka emrin e Arpria Nagovcit, e cila fatkeqësisht gjithmonë po i ik debatit. Këtu po flasim për llogaridhënie, po flasim për zhvillimin e arsimit. Duhet me thonë që është fatkeqësi e madhe që ministra e arsimit Arpria Nagovci i ik vazhdimisht debatit me gjithë respektin për juve si zëvendësministër, në çdo debat të cilin e kemi ftuar ballafaqim, ajo i ka ik këtij ballafaqimi dhe mua janë shumë keq sepse sado kudok e ka udhëheq dikasterin për mendimet e më të rëndësishëm Republikën e Kosovës, atë të arsimit, edhe nuk ka guxuar me u ballafaqu asnjëherë sepse realitetet dhe faktet janë kokforta. Sado që na sot flasim që ka pas do thotë arritje që po i përmend edhe zotëriu, na po jetojmë krejt në Kosovë, edhe krejt po e shohim se ku jemi, sepse edhe teset ndërkombëtare të cilat nuk janë në dorë që mundet me alon fajin opozitës, komunës ose dikujt tjetër, po tregojnë që Kosova rangohet shumë poshtë, shumë vende më poshtë se sa vite më parë në testin PISA, edhe kjo flet për një degradim të arsimit, e cili ky degradim mendoj që e ka emrin e Arpria Nagovcit, e cila fatkeqësisht gjithmonë po i ik debatit. Ju e përmendet jeta vet që janë premtuar 160 qerdhe të cilat nuk janë ndërtu, është premtuar digitalizimi që nuk është bërë asnjëherë, është premtuar madje banimi për ballushëm për mësimdhënës, e na çdo shtator kemi filluar me drama me mësimdhënës, çdo shtator janë humb qindra mira orë mësimore, sepse mas pari libra s'kanë mujt me u siguru, do të thotë janë kriju konflikte të panevojshme me mësimdhënës, dhe çdo shtator ose kemi fillu do thotë kemi fillu shumë vonë, ose do thotë çdo shtator kemi fillu me një krizë e cila realisht vetë se ka dëmtu edhe ka rëndu sistemin arsimor që gjithashtu pajtohem me juve, ka qenë i bresht edhe kur ju e keni marrë mandatin. E patët më premtuar, kujtohet edhe largimin e notimit diferencial për klasët 1 deri në 4, normalisht asnjë hap në drejtim. Kështu që mua vjen shumë keq që nuk po kemi asnjëherë hapësirë një debat të mirëfillt mes ministrës edhe do të thotë partive tjera, sepse ne këtu po flasim për llogaridhënie, po flasim për zhvillimin e arsimit, e në fakt do të thotë çka po shohim është që po i ikim ministra, po i ikim